Mirë mëngjesi, mirë se erdhët në Vila 24 dhe premtja ka ardhur kaq shpejt. Sot po ju them që ndër të tjera duhet keni durim në përgatitjen e recetave që Kati posja. Do thuash mirë mëngjes Katerina dhe lëm lakrën për pak? Do them. Mirë mëngjes e dashur, mirë mëngjes. Më je bërë mos i bukur. Se na hapun me këto. Shiko, po dëgjon çik mua. Faktikisht tani nëse nuk do t'i bëjmë tani në këtë kohë, kur do t'i bëjmë këto japrak? Me lakër të bardhë. Është koha më e përshtatshme për t'i përgatitur, sepse vërtet bëhen shumë të mira, shumë të shijshme, madje janë dhe të shëndetshme. Mund t'i bëjmë me mish, mund t'i bëjmë edhe pa mish, vetëm me orizë dhe me erza brenda. Varet sipas dëshirës. Unë faktikisht i përgatis edhe me mish, edhe me, si thua, me orizë dhe me erza. I përgatis në disa mënyra. E kuptoj. Sot në ç'më mënyrë do t'i sjellim? Sot do t'i sjell me mish. Me mish. Se shumica e duan me mish të lloj recetë. E duan. E thonë çfarë do ham, vetëm lakër do ham edhe mish. Kështu që edhe unë kam menduar që t'i sjell edhe me mish. Dhe si fillimisht e dina në visat më tani, përvëllohet lakra, i ndajmë kështu fletza, këto gjëra do me thënë që i presim, që nuk na duhet në pjesë të forta, i heqim dhe i mbajmë më njanë, sepse ato do të na duan për t'i vendosur në fund të tenxheres. Edhe nëse na dalin më tepër, mund t'i përgatisim sallat, duke i zjerë edhe pak më shumë. Pra i bëjmë një sallat me uthull, me vaj ulliri, bëjnë shumë të mira, lëng limoni, një sallat e shkëlqyer bëhet kjo e lakrës së bardhë. Filloj tani me njëherë unë dhe përgatis, por le të themi edhe çfarë do të bëjmë edhe tjetër. Patjetër që do t'i themi. Atëherë, do të bëjmë edhe një tani, shiko, neve në stinën në vjesht, faktikisht që janë qepët e njëma, ka qenë tradit faktikisht, sepse tani në treg gjenë edhe në vjesht, edhe në dimër dhe në verë, qepët e njëma gjenë në çdo stinë. Por në atë kohë, do me thënë, qepët e njëma kanë qenë, do me thënë, të vjesht, të pranverës, dhe në atë kohë ne përgatisnim këtë lloj, si thuash, pite, ose faktikisht e thonim lahanopte në disa zona. Lahanopte. Lahanopte. Do me thënë vjen nga një fjalë greke duhet jetë kjo, sepse... Si e kemi vendosur në recetë në pite? Pite edhe e kisha vendosur unë një në klapa lahanopte për njerëzit që e njohin me këtë emërtim. Dhe çfarë do duhet? Atëherë ne e bënim vetëm me qep të njoma, me kopër dhe majdanoz dhe hidhnim edhe një dorë oriz, qumësht edhe gjalp. Dhe pak vaj, faktikisht që të balancoj gjalpi. Vetëm këto hidhnim, do me thënë atyre, dhe bëj kjo pitja, që vendosnim 3 filxhan miell misri, 1 filxhan miell gruri. Pra bënim një brumë dhe shtronim në fund të tavës, ashtu si do ta bëjmë edhe neve sot. Edhe pastaj, shtonim këto lakrat që tham, edhe le ta fillojmë nga kjo, faktikisht, ta fillojmë nga kjo që ta vendosim në fund. Edhe do pjekje. Edhe është më e thjeshtë edhe për të bërë. Atëre, në enën aty, i motimët, tani në dimër, me qënë se ashu, mund them dimërore, sepse e përgatisim me presht, por duhet që preshti tjetë i grir imët, ashtu tjetë të zbute. Edhe i bardha? I gjithë preshti, apo vetëm jeshilja? Nga jeshilja dhe poshtë, do me thëmë, po jo dhe ato bishtat e ashpra, se nuk bëhen të mira. Preshin, kam hedhë një dorë spinaq, kam hedhur kopër, majdanoz, këto, do me thënë, si jeshilëqe. Dhe këtu tani do të shtojmë edhe orizin. Okej, aty brenda. Të cilin e kemi larë orizin. Bëjmë këtë mbushjen gati, shumë e thjesht për të përgatitur, s'ka asnjë gjë, krip do hedhim neve tani, vaj, e hedhim këtu brenda, ndërsa gjalpin pastaj do avëm copza atje lart para se ta pjekim. Para se ta pjekim, po. Sa më pëlqejnë këto recetat që vijnë kështu, do të thonë në një enë, i bën gjitha gjërat bashk, edhe nuk do shumë. Dhe shijojnë pastaj, se nuk është thjesht fakti të qenë nuk e ke idenë se sa e mirë dhe sa e shijshme. Ne do e bëjmë me miellin e misrit të verdh, edhe me miellin për çdo përdorim. Këto 2 paketimet që unë kam në duar tani, nga Ola, nga kompania Atlas, janë pjesë e recetës që sapo kemi nisur, një recetë tradicionale, por që shijon shumë në momentin që do ta përgatisni. Ja, këto të dyja, prit tani. Okej, ja, kështu. Këto do sjellim. Raporti është 1:3, pra nëse do të hedhim 3 miell misri, do të hedhim 1 të miellit për çdo përdorim, kështu? Okej. Kështu është tani lam. Tani, temi për punën e preshit. Nëse nuk e keni mundësinë që ta grini holl, zbuteni fillimisht preshin dhe pastaj hidheni brenda. Që të jetë i zbutur. Në rregull. Piperi më ngacmoi. Edhe mua, pa mos hodhe shumë? Shëndet. Më falni. Asgjë. Iko e dyta.
Ky momenti të shtimës është, sidomos në ekran. Tani, juve në shtëpi të dashur Anvisa, mateni, dorën e kisha kështu, me gjithat e leta lajmë që jemi të sigurt. Ja, Kati, po. A që u them pak, me qënë se i kam këtu përpara me qëfar do t'i përgatisim tjetër në recetat tona. Ne kemi lufrën tonë këtu, në Villa 24, që në ndimon për shije pa fund. Qofte dhe a i gjalpi që ne tresim dhe lëshon ato aromën në për shtëpi, na siguron vërtet sukses. Lufra vjen me produktet të Bulmetit, të gjitha i gjeni në treg. Ne po i shojmë dhe së bashku, edhe pse jam e sigur që i njihni dhe i keni pjesë të frigoriferit të familjes suaj për një jetë plot të mira, përdorni lufra edhe e sigur që do t'jeni super të shëndetshëm edhe do të shijoni ndërkohë. Edhe pak sekonda kohë do të doja, sepse mëngjesi jemi preferuar dhe i shumë prej jush në mënyrë të veçantë, kush ka fëmijë e di që një vezë e zier është mënyra më e thjeshtë, më e mirë edhe më e shëndetshme për të nisur ditën. Veza O Vital, që vjen në paketime të ndryshme, nga 8 deri në 15 kokra, veza e kuqe apo veza e bardhë, cilësi në 4 stinët e vitit dhe ndër të tjera për te ambientit super ekologjik ku këto vezë bëhen gati për të ardhur në shtëpinë tonë. Një tjetër pikë e fortë dhe e rëndësishme e kompanisë O Vital është pikërisht shpërndarja e vezëve. Qëndrojnë aq pak sa që do të ishte njësoj si ato pularin, ju ta kishit në shtëpinë tuaj dhe të shkolet në mëngjes të merrnit vezët për t'i konsumuar ashtu të freskëta. Dhe sigurisht unë e bëra lidhjen me fëmijët, sepse e di që le të themi nazelin të shtëpisë në pjesën më të madhe janë ata, por kur i jep salçiçet Vudi, asnjëherë nuk refuzojnë. Mund t'i përdorim në panine, në sanduiç të thjeshtë, për të mbushur krepat, për të mbushur pitet e tjerë, por mund t'i përdorni edhe në gatime të ndryshme. Ne kemi provuar këtu të përgatisim patate me salçiçe, pastiço me salçiçe dhe makarona, gjithashtu atë salcën e makaronave me salçiçe Vudi, kështu që ju a propozoj për të shijuar dhe për të sjellë gëzim në familjet tuaja. Atëherë të dashur Anvisa, këtu tek Ena kam hedhur pra miell misri dhe miell gruri. Tham 3 filxhan miell misri, 1 filxhan miell gruri. Kemi hedhur edhe kryp, i shtojmë edhe pak vaj që të zbute, do me thënë peta dhe të shijohet. Dhe më mbrapa do të shtojmë ujë, që ta bëjmë... Ujë në temperaturë ambienti? Në temperaturë ambienti, nuk ka nevoj. Bëhet një brum, do me thënë, i plot. Edhe këtë brumin pastaj do të hapim si pet. Pa, në fund të tavës. E kemi lyer me vaj ulliri? Po, me vaj ulliri. Furrën e kemi ndezur përpara? Patjetër, bëj shumë shpejt kjo recet. Një recet e shpejt. Nuk ka nevoj, do me thënë, të qëndroj, që të themi ne duhet të rritë të pushoj. S'ka nevoj. Ja, shikon si duhet bërë brumi, as i lëngshëm dhe as shumë i fortë. Një brum i but. E tani e hedhim në tavë dhe do të hapim me lugë ose me dorë. Po faktikisht me dorë bëjnë këto gjëra, gjithmonë tradita nuk përdorte mjetë e kështu, po do me thënë i kishte gjërat që i bënte. Le të jemi të sinqert, edhe ne në shtëpi gatuar, kryesisht me duar. Me dorë dhe as me doreza, nuk ke pse të vësh doreza në ambientet familjare. Po. Madje dorezat, sepse këtu i shikoj, do me thonë që i vënë vënd e pa vënd, me qënë se kemi kode të themi edhe këtë, dorezat nuk vënë në përpunim të nxehtë. Vendosen vetëm kur bëjmë salatra, në përpunim të ftohtë, në guzhin të ftohtë. Në përpunim të nxehtë nuk vjen. Madje tani kohët e fundit kanë nxjerrë, do me thënë, dorezat të cilat durojnë temperaturën e nxehtë, janë ato të zezat, por nuk e di, unë nuk jam shumë e këtyre gjërave, nuk dua të jem as në kundërshtim, po as dhe në secili bën. Në të tilla raste ne flasim për kuzhina restorantesh, kuzhina ku gatimi do të vi për një klientel të panjohur, në rastin e mamave në shtëpi, të gjitha gatuajnë. E bëjmë kështu, të cilat i lajmë edhe i pastrojmë rregullisht. E bëjmë edhe me këtë, pastaj do të hapim atë pjesën atje, i bëjmë një si thua thëmbër rreth e rrotull, që të mbaj pjesën e asaj që neve do të hedhim, të mbushjes. Pasi kemi bërë thëmbrën, disa vende na kanë krijuar boshllëqe, e hapim që pra duhet të holla, jo? Po, e holl. E holl, po bëhet shumë e shishme, Anila.
Ja dhe vaj tani. Do të provoj, Kati? Po, pa tjetër. Ja, u bëdhe si lule me lugë. Kështu që edhe me lugë mund të bëjnë në visat në shpi. E ndimoj dhe vaj në këtë rast, no? E ndimoj për të hapur vaj. Tani, hedhim, më thjesht se kaq nuk ka. Thjesht ato larja e këtyre, do me thënë, e lakërinjave. Ato, edhe grirja imët, këto marin më shumë ka. Thash, nëse nuk e keni mundësin të grini, sidomos preshin imët, bëjeni ashtu si thash, duhet të zbusni. Që të arri, do me thënë, kohën e pjekjes me spinakin. Edhe me qepët e njoma dhe erzat, ato s'ka nevoj. Tani e shtypim një qik shtu, këtë zëj vënd. Pa. Si për do t'i shtojmë mjell? Neve faktikisht Anila nuk i hedhim mjell. Nuk digjen ato kur piqen? Jo, nuk digjen. Ska pse të digjen. Por ma dje në disa raste kër e bënim kështu me punën e qepëve të njoma, mbanim një dorë qepë dhe ja hidhnim lartë për punën e orizit, jo për këto nuk digjen. Se nuk të vëmë temperaturë të lartë, do 180 gradë, do ko pjeke kjo goxha të piqet. Ndaj, dhe më thënë piqe të avash edhe kjo nuk e lejon që të ndigjet në si përfaqe. E mbushim me qumësht. Harova e qumëshin, pa, ato të zhytën e qumësh. Shumë që pa. Qumëshi është që i je për shije, orizi e mbledh, edhe qumëshi e shijon. Ashtu është në regu. Shumë mirë. Gjalpin angele tani për të vë? Po, gjalpin duke është për ndarë në tavë dhe në furë pas taj. 180 gradë, 200-180 si pas furave që keni juve në shpi dhe do të lëni do kjo rreth një orë që të bëhet, që është e vërteta në 180 gradë. Nuk bëhet shumë shpejt, por kur do të dali se keni den se sa e shishme është. Marim 2 lukë, që ta bëjmë me lukë. Dhe më pas do të fillojmë me japrakët, do të lexojmë recetat pas pak, sepse si kemi parende, por le ta çojmë gatimin deri në fund. Po që ta vendosim në furë. I hedhim, si themun aty këtu, edhe ky gjalpi tani që është në krye fare, i je për shumë shije, sepse ndërkohë që shkrin, nxjerr dhe aromën e mirë, edhe shtëham pastaj. E dojnë qik gjalp, se thotë hedhim gjalp, nuk është edhe shumë gjalp, se gjalpi freskët është të vënde një qik në një vënd tjetër ku kemi lënë më bosh. Mirë më duket mua. Ja, këtu është. Do shkrija i Kati, do ta gjej vëndin vetë. Do ta gjej vëndin vetë, do përhapet gjithandej. Ky gjalpi na duhet, sepse edhe tek këto, japrakët unë do të hedh pak gjalp, që të më shijojnë akoma edhe më shumë. E kemi gati për ta vendosur në furë, thamë temperatura 180-200 gradë, dhe do ta lëni 45-50 deri në një orë, do ta shikoni vetë. 45, 50, 60. Po, ne do ta lëm te 40-ja. Ne do ta lëm aq sa do të kemi mundësin. Ç'do bëjmë tani? Unë do të filloj, do të merrem, domethënë për të përgatitur brumin e apraqeve, ndërsa ti Anila mund të fillosh të lexosh recetat sa unë do kem, domethënë një kështu pastrojë të tryezën time. Po nëse unë nuk lexoj recetat? Mirë, mos i lexo. Mirë, mos i lexo. Hajde ti shohim në ekran. Se Kati më ka dhënë detyrë të lexoj recetat. Pet misri me presh, spinaq, qep të njoma e qumësh. 3 fixhan miell misri. 1 fixhan miell gruri. Pra tham do të bëjmë një përzierje 3-1 të raportit të miellit të misrit me mielin e grurit. Sigurisht duke zgjedhur mielin Ola nga Atlas. 500 gram spinaq, 2 presh, 5 qep të njoma, kopër e majdanoz, oriz, 2 fixhan qumësht lufra, 1 fixhan gjalp e vaj.
Japrak me lakër e mish të grirë është kjo receta e dytë që ne do të përgatisim tani, një recet tradicionale, një recet që i shkon për 7 ditëve të dimrit, sigurisht do pak impenjim në kuzhinë, por ja që Kati ka menduar me idenë që dita e sotme e nesërmja e pas nesërmja edhe hëna gjithashtu për shumë prej jush do t'jenë ditë pushimi, kështu që pse jo të mos shihoni edhe ju këto japrakët me lakër. Na duhen një lakër, 800 gram mish të grirë, gjysmë filxhani me oriz, na duhet një qep, majdanoz, krip, piper, 2 vezë o vital, 2 limona, gjysmë filxhani me vaj dhe 50 gram gjalp. Okej. Këto ishin. Fërges me miell misri, gjalp e djath, na duhen 2 lugë miell misri, 2 lugë gjalp, 1 filxhan ujë, 200 gram djath kaçkavall të but ose djath të pice, pra i djathi që shkrin të kësa gatuhet. Kjo është receta e tretë të cilën Kati nuk na e prezantoi me idenë që do pak kohë në përgatitje dhe pa diskutim me idenë që do të shohim edhe se sa kohë do të na marr përgatitja e raprakëve dhe a do të kemi mundësi ta bëjmë apo jo. Jo, është një recetë e thjeshtë ajo, që domethënë një fërgesë në tigan, që duhet 2 lugë gjalp, 2 lugë miell misri, edhe në 1 filxhan ujë, edhe na duhet edhe djath kaçkavall të butë. Kaq. Me thënë një përzierje dhe është një fërgesë shumë e mirë dhe shumë e shijshme që konsumohet shumë mirë me bukë të thekur. Tani në kohët e dimrit çfarë nuk konsumojmë neve nga këto gjëra dhe çfarë nuk ham. Atëherë këtu kemi mishin, të cilin tham do të hedhim krip, do të hedhim piper. Mos ta hedhim ashtu se do na hedhim orizin. Do na shpërndahet në hajër prap. Orizin të cilin e kemi shplar përpara. Lakrën e ka kaluar në ujë të nxehtë. Po e kam përvoluar, e kam bërë gati. Do të hedhim edhe majdanozin. Disa, do me thënë unë, kur e bëj me miell misri, se këto i mbush dhe me miell misri, po pa me erza, pa mish, edhe përdor shumë në energjik. Me miell misri dhe në energjik? Po, bëjnë shumë të mira. Edhe këtu do të shtojmë edhe pak vaj. Tani, në disa vënde, do me thënë, e bëjnë këtë mbushjen, do me thënë kështu, edhe i bëjmë shtresa. Nuk e shtroj flet, shtroj dhe e presim pastaj. Po, që mos të rish të mbledhësh kështu dhe nëse nuk e ko, mund të bësh shtresa. Ose mund të bësh një pjesë shtresa dhe një pjesë... E njës një herë të mbledhura? Po. Një nga një, kur s'ke më durim pastaj. Ashtu. Por japrakët të bukurën e kanë aty, edhe kur serviren në tryez, si një mesore në mes të tavolinës, ngjajnë bukur ashtu të mbledhura. Vërtet duan pak kohë, por... Duan kohë, edhe tjetra duat t'ju them anvisave që kur e përgatisin këtë mbushjen, mirë është të qëndroj të paktën për një gjysmë ore, sepse edhe mishi dhe këto shkëmbejnë shihet me njëra tjetrën dhe bëhen më të buta dhe më të mira. Kur qëndron dhe nuk e vendosim direkt tani si e bëj unë tani e ti mbledh me njerë, është mirë të qëndroj të paktën gjysmë ore. Si kur e latë dhe më shumë, akoma dhe më të mira bëhen. Se edhe orizi edhe këto të gjitha marrin shije, mishi, zbutet, edhe bëhen shumë herë më të mira. Tani ne do t'i bëjmë sepse se kemi kohën dhe mundësin. Zgjedhim një tenxhere, na duhet edhe një pjatë për kapak. Një tenxhere të thellë. Një tenxhere të thellë, po. Neve mbajtëm pak më të cekët për të treguar, do me thënë se si bëhet. Këtu në tenxhere, pavarësisht që do hedhim pak vaj, por do të edhe marim me radhë dhe vendosim këto pjesët që kam hequr unë këtu, të cilat i vëm për shtresën e fundit. To janë që nuk kemi mundësi të mblidhen. Cila janë që pjesa e brëndshme, kërcejnë, që nuk i mbledhim do t'i bëjmë një bazë në fund fare. To që i kam prerë unë nga pjesa që kam zgjedhur ato. I heqim këtu. Edhe këtu pjesën e brëndshme këtu. To edhe këto bëjnë shumë të shishme në momentin që i konsumojmë. Se gjithë ato lëngje që dalin do me thënë nga zjerja, bien poshtë në fund. E po mirë, ja kaq, se dhe po ngerin në një tjetër, e vendosim edhe në pjesën e sipërme, s'ka problem. Tani do këto, do mundojmë, do me thënë që të mbledhim sa më shumë, do t'ishte mirë. Nga një lugë,
është mjaftueshëm. Nga një lugë gjella është asia është dhe që e theje? Mos të vëm më shumë. Tani është ai momenti që ne... Ja, kjo doan punë tani këto. Presim... Okej, ne s'do e mbushim gjithë lakrën, se mbarojmë në orën 1. Ne do të regojmë tani se si do bëhen. Do bëjmë atë shtresën e parë të tavës. Ndoshta edhe pak më shumë, barë si do t'jemi edhe me... Nëse do jemi në pushim, e bëjmë, po se si jemi në pushim... Ne kemi edhe 2 minuta kohë nga këj moment, kështu që do të mbledhim, ajsa do të kemi shumë të bukura. Dhe kjo... Dalin të mira. Lakra që vjen në 2 ngjyra pastaj edhe kur rrotullohet, një nxjerr të dyja në banjë janë shumë të bukur. Edhe me gjetherrushi dalin shumë të mira, që është e vërtetë. Me çdo gjë këto aparatjet bëhen... Po, se mbushjen e kanë pothuajse një soj. Një lloj, po. Ato harxhin, siç e quajmë ndryshe. Edhe kur qëndron harxhi, që themi neve, ajo është që ngjeshet. Se fillon dhe orizi thith lagështirën. Po, prandaj them. Gjithë puna e këtyre këtu është. Po. Dale se hodha më. Vërtet. Pastaj në tenxhere katë sa i lë zakonisht? Shiko, faktikisht nuk është se duan ndonjë kush e di, do me thënë në 30 minuta, 35. Nuk ka nevojë do me të qëndrojmë më tepër. Në kuptaj. Në 35-ën e shikojmë. Si me kujdes, që të mos në hapen, pjesën e fundit e vëm gjithmonë poshtë. Ja, këtë, po. Po shikojmë do një që është pak me e plot, ja e heqim kështu me thikë. Okej, mirë, katë ne tani duhet të bëjmë atë shkëputjen e pjesës së parë, do të rikthehemi përsëri, do të mbushim le të themi një pjesë të tenxheres, nuk do t'i bëjmë të gjitha gjethet, sepse do të merremi edhe me recetat e tjera që do të sjellim sot. Sigurisht që do të kujtojmë edhe një herë se si e kemi realizuar mbushjen e japrakëve, për ju që nuk dini t'i përgatisni, duke dhënë një ide të re për gatimin tuaj sot, do të rikthejmë në vëmendje edhe një herë tavën që kemi vendosur në furrë, e cila ka nisur të piqet, ka filluar të marrë atë ngjyrën nga në sipërfaqe. Shkojmë tani në publicitet dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë për të vazhduar me recetat tona. Jemi në studio për sëri, këtë ditë të premte kemi vendosur të gatuajmë receta tradicionale, cilat kanë qenë 2 recetat që ne i kemi nisur në përgatitje, i rikthejmë tani në ekran, i lexojmë edhe një herë së bashku, prezantojmë emrat e recetave dhe përbërësit që na duhen për secilën prej tyre. Pet misri me presh spinaq, qep të njoma e qumësh, kjo është një recetë e cila tashmë është në furrë dhe në pak minuta ne u ta nxjerrim për të parë të përfunduar, ndërkohë që përbërësit të cilët ne kemi përdorur për ta përgatitur janë këto. 3 filxhan miell misri, 1 filxhan miell gruri, 500 gram spinaq, 2 presh, 5 qep të njoma, kopër, majdanoz, oriz, 2 filxhan qumësht, 1 filxhan gjalp edhe vaj. Do ta kujtojmë pas pak se si është gatuar, ndërkohë vazhdojmë me leximin e recetave. Japrak me lakër e mish të grirë. Na duhet 1 lakër, 800 gram mish të grirë, gjysmë filxhani me oriz, na duhet 1 kokër qep, majdanoz, krip piper, 2 vezë, 2 limona, gjysmë filxhan vaj, 50 gram gjalp.
Receta e fundit që do të përgatisim ende nuk e kemi nisur, ndaj është shumë e thjeshtë dhe shumë e shishme, është një fërges me miell misri gjalpë e djathtë e cila përgatitet në moment dhe mund të jetë një vakt mbrëmjeje pse jo, në ato vaktet e ditës që shpesh nuk dim çfarë të gatuajmë, nuk kemi shumë kohë, dua të konsumojmë diçka të lehtë, po diçka që na ngroh dhe na shijon në të njëjtën kohë. Ndaj kjo fërgesa mund të jetë një vakt mbrëmjeje i këndshëm, edhe për drekë, pa diskutim, edhe për drek mund të bëhet për ju që i shijoni këto pjata që hanë me qapa, si që është fërgesa. Kati vazhdon merret me japrakët, nuk do të çoj dëm as një lug nga mbushja e japrakëve, kështu që bëm edhe pse tham nuk do t'i bëjmë të gjitha, se s'do kemi kohë t'i mbledhim të gjitha gjethet, arritëm ta mbushim atë tenxherën. Dhe tani do të shohim se përpara se ta vendosim në sobë për të zier, çfarë do t'i shtojmë. Atëre që mos do t'i heqim këto, nuk i çojmë dëm, i thash i zjem dhe i zjem dhe pak akoma se përvëlluara janë, dhe do t'i konsumojmë me uthull dhe vaj ulliri, ose dhe limon. Po. Pjata do të na duhet ta përdorim përsëri sepse ka bazë të gjerë, pra japrakët mbulohen me një pjatë. Ajo që duhet tani, po, ta afrojmë këtu. Tani mirë bukur, nuk e dim se si kemi mbështjellë, po mirë duken. Shumë bukur duken, të pastër, të rregull, të rreshtuar mirë. Tani, ajo që ngelet, i hedhim vaj. Do t'i hedhim ujë të ngrohtë, po do t'i hedhim në një anë, që mos t'i hiqet vaj nga sipër. Po. Sa është masa e vaj? Në gjysmë? Në e vajt e ujit? E ujit, Anila duhet jetë në gjysmë, sepse këto nxjerrin vetë, e shikon nuk e sjellin lart, po e sollët lart, dale të hedhim edhe këto ne dhe do a shpjegoj edhe atë gjë, sepse mirë bëre që e the këtë, sepse duhet thënë edhe këto gjëra. Tani, ky gjarpi lartë i bën shumë të mira. Nuk është se po bëjmë, ta themi që bëjmë reklam gjalpin, por faktikisht është diçka e veçantë, domethënë që kombinon edhe e bën shumë të shijshëm. Ajo gjatë zjerjes do të hapet. Do të shkri? Do shkri, po. Anila, vesh se të lutim ti mandis pak sobën? Po, kemi të fikur? Se harova. Mjaftueshëm është pjesa e gjalpit. Në temperaturë të lartë, sa të ngrohet? Sa të ngrohet, të marri ashtu, po, edhe pastaj, po do ullet. Kjo do një temperaturë mesatare që të bëjnë avash. Okej. Ajo që duhet tani, pasi kemi hedhur edhe vajin, edhe gjalpin, do të mbulojmë me një pjatë, në këtë mënyrë, do t'i vendosim kapaku dhe do t'i lëjmë të zien. Fillimisht sa të marri temperaturë, do t'a lëmë domethënë në temperaturë të lartë. Sa të marri temperaturën, pastaj do t'ullet temperatura dhe do t'a lëmë që të zien në temperaturë mesatare. Për një 30 minuta pastaj, mbas merr vlimin, nuk ka nevojë, do t'a i shikoni vetë. Provoni njërën, nëse është zier orizi, nëse është ashtu, edhe i bëni një kontroll. Okej. Mirë, ne do të shohim pas pak minutash, pra do t'i lëm pak në temperaturë të lartë që të fillojnë të gatuhen. Shpesh themi që për shkak të kohës këtu në Villa 24 ndonjëherë na ndodh t'i japim pak më shumë nxitim recetave edhe në pjekje, kjo me dëshirën për t'i parë duke natyre, pra për t'a parë edhe të përfunduar. Në fund pastaj, pasi bëhen gati, ngelemi këtu tani tek ajo pjesë që tham, nëse na kaloj dora, do me thënë, dhe hodhëm më tepër ujë, në momentin që duhet të bëjmë, do të presim me vezë dhe limon, nuk do të hedhim me ato lëngjet e shumëta që ka. Do të përdorni një lugë niseshte, do hekni lëngun komplet, do të shtoni një lugë niseshte, do me thënë të tresni me pak ujë të ftohtë, ja hidhni lëngut edhe ja hidhni sipër dhe i lëni që të qetësoj, do me thënë të marri dhe një dy valë me atë lëngun që e përgatitur me niseshte, pastaj përgatisni vezët me limon për t'ja hedhur.
Mos e idhni, dhe kur do të prisni me vezë i limon, bëhet rregullimi i temperaturës ashtu siç ju them, merrim pak lëng të ngrohtë dhe e përziejmë si do ta bëjmë neve. Okej, do e tregojmë, Kjo gjë unë ja thash vetëm nëse juve do shtoni më tepër ujë. Nëse nuk shtoni ujë më tepër dhe e keni në masë, me thënë në gjysmën e tenxheres, atëherë nuk keni nevojë të shtoni një seshte. E lëni ashtu siç është. Tani neve fillojmë, Anila, të lutem, mund të më hapësh edhe këtë me që i ke duar të... Tani do të filloj me fërgesën. Përgatisim edhe fërgesën. Mjelli me mjell gruri edhe mjell misri me një përzierje të tyjeve. Po. Të shojmë se si do të bëhet kjo fërgesë. Kjo bëhet një fërgesë shumë e mirë, ku e kemi mjell e misri, ta bëjmë me mjell misri të verdhë. Po fillimisht do të hedhim gjalpin. Vaj të duhet? Jo. Krip të duhet? Krip do të hedhim djatë, po ti hedhim dhe një maj krip. Piper të duhet? Jo. Mi refuzoj të gjitha, asgjë më pranoj. Pranoj asgjë. Ja, të hedhim gjalpin. Ta mbajmë këtu. Sot kemi bërë gjërat me gjalp, por dimri e konsumon gjalpin, do me thënë e ha gjalpin, kështu që është. Duhet ta lëmë akoma këtë kanti? Shikoj një herë, apo ta ham ta shikosh? Shikoj pak? Jo, tani duhet ulim temperaturën, po do. Ulim temperaturën, ta lëmë që të bëhet. Edhe të marrë dhe unë një filxhan ujë që ta kem, se do të më duhet pasi të shkri gjalpi. Kemi filluar nga gjalpi. Një lugë gjalp, një lugë e bollshme e gjalp. Se është pak më shumë se një lugë aty. Ta kemi edhe ujin këtu. Okej. Edhe jesa të shkri. Të marrë dhe ato përzierjen, dhe me thënë, kjo është një rafë se vezve që kam këtu që është e vogël. Po, ja është këto, kjo e vogla. I kam andej? Faleminderit, Anila. Të lutem. Se hapëm pak më përpara, duham që të shkri gjalpit dhe të hedhim mjellin e misrit. Anila, të lutem edhe një lugë do të më duhet, sepse kjo luga është me gjalp. Që të hedhim edhe mjellin. Faleminderit. Pra e ka vërdisim në një farë mënyre. E nisim nga mjelli misrit, a? Po. Ka vërdiset mjelli i misrit, të nxjerrë aromën, edhe gjalpi dhe mjelli. Dhe pastaj do të shtojmë ujë, të bëhet si thua një zierje me ujë. Ujë të ftohtë? Normal? Normal, nuk është problem, nuk është e thënë. Si do që t'jetë. Edhe i nxehti si bëndëm, po dhe i ftohti si bëndëm, ujë. Okej. E rëndësishme është që të ka vërdiset mirë mjelli, të aromatizohet, do me thënë me gjalpin, tiki era e mjellit, dhe na bëhet shumë e mirë dhe e shishme kjo fërgesë. Tërkohë që do të më duhet edhe djathi. Mund të bëni thash me djath të butë, me atë djathin e picës, mund të bëni edhe me një djath kaçkavall të butë. Këtë do përdorim, ne? Po, ne të përdorim atë. Djathin e lufrës, kaçkavallin e grirë, 100% natyral. E shikoni, do me thënë, kur fillon edhe nxjerr të aromën e mirë, atëherë themi se e kemi gati. Të marrë edhe një pjatun që ta kem gati për servirje, Anila, se do të bëhet dhe ta hedhim për ta serviru. Po kati tja, shtove mjellin tjetër? Po, ne kam në rregull. Vërtet? Se pashëm, po merresha me furrën më duket. Nëse i shtova mjellin brënda? Mjellin e grurit. Jo, vetëm mjell misri. Vetëm e mjell misri bëhet kjo? Vetëm e mjell misri kam bërë. Një lukë mjell misri. Po qa kishim në mjell misri, kishim tek ajo tjetra që vendosëm në furrë? Po. Mishte fiksuar aty mua që kishim përzierje mjell rash. Jo, mjellje ti tje në rregull, thjesht mua mishte fiksuar si kur e kishim edhe këtë me dy lloj mjell rash. Tani, erdhi momenti që mjelli është bërë gati. Hedhim këtu
Të bura në dyshim recetat, Jo, thash se... Jo, ndoshta mund ta dije ti që bëj edhe me miell, nuk është e thënë, nuk ka recetat Anila, nuk janë... Nga që i kishim të dyja recetat me miell sot, mua më kriju idea. Sidomos të tradicionalet Anila, nuk janë... Do me thënë, krajina të ndryshme ka mënyra të ndryshme gatimi. Nuk është e thënë, dhe nuk është gabim. Nuk është gabim. Okej. Kështu që s'ka... Themi që shi e bëri Katerina, kështu të duhet bërë se kështu është. Jo, ka zonja që e din ndryshe. Unë e sjellë një mënyrë të ati. Të ndenë, pa. Por, them që shion shumë. Nuk e di nëse hodha një majkrip, po s'ka gjithë si kuta e se ka dhe djathi. Po që mua këtu ma duan kripën, unë se dua kripën. Hedhim edhe djathi. E trazojmë të shkri djathi. Pasi shkrin djathi, bëhet, me thënë, që ta ngjyesh me bukë të thekur. E mirë, sa e mirë. Ashtu, ose me ato bukët që na bën ti këtu. Me bukë të thekur Anila bëhet, sa e shishme. Do të më pëlqente ti hidhja pak piper të kuq. Po, edhe për ngjyrë. Aromën e nxorit mirë në fakt. Shumë e mirë. Dale ta marrim ti hedhim edhe pak piper të kuq. Në momentin e servirjes fundit, e kemi këtu. Edhe pak djegës, madje do t'i shkonte ai. Shumë. Por ata që e pëlqejnë, pa tjetër. Edhe ngjyri jep, edhe bukuri jep. Erdëm, do me thënë, edhe ndërkohë që nxjerr aromën, piperi nuk e hedhim në fund, pa e hedhim tani që të marri, do me thënë, të aromatizohet edhe me pjesën e gjalpit, djathit, edhe kemi gati. Ka një aromë. Aromën e ka të veçantë nga gjalpi, po pra, djathi. Shumë e mirë duket. E pra ca thjesht, shkriu gjalpi, u skuq mielli, edhe për ta konsumuar ashtu me çapa. Po pra, djathin në fund, pakos piper të kuq sipas dëshirës dhe një pjatë e bërë në 2 minuta në total. Me bukë. Me çapa, e tham, është me të ngjyrë kjo receta. është me të ngjyrë, me çapa, me bukë. Shumë e mirë. Kemi, i presim feta buke dhe i vendosim edhe kështu. Pastaj ja vendosim pak më mbrapa. Tani këtu. Tani të shohim çfarë po ndodh me japrakët. Se kam marrë akoma, a i kam marrë me thënë atë. Neve tani thjesht do të tregojmë edhe mënyrën se si të përgatisim pjesën e salcës. Po. Edhe më pas do të nxjerrim edhe tavën që kemi në furrë. Si jemi me kohën, Anila? Kemi diku tek 5 minuta kohë, 4-5 minuta kohë. Kështu që aq do të na duhet për të përgatitur salcën që do t'i shtohet japrakëve. Salcë mund ta quajmë kati? Ka një term se salcë më duket si shumë... Shiko, faktikisht e presim me vezë e limon, themi neve. Okej, për ta prerë, pra. Si një lloj salce është faktikisht. Nuk është ajo salcë, se salca që hynë në gjitha këto. Jo, okej. Nuk është e thënë se duhet të jetë salce kuqe dhe është salcë. Të na duket se kur kemi me salcë, flasim për salcën e domatës ose për salcën e kostit, sa na shkon mësuar syri edhe mënyra e të shprehurit. Megjithatë, kjo është një përzierje që do të bëjmë për të prerë japrakët. Ai lëngu që do të mbetet në fund, që do të jap edhe atë shijen e tharë të limonit, por edhe lezetin në fund, se japrakët e duan limonin. Ndaj, do ta përgatisim me lëng limoni. 2 kokra vezë. Me që hodha lëngun e limonit, nuk është gabim. Të marrë një kështu që të provojmë edhe vezët edhe... Vezët ne i kemi këtu. Po, 2 kokra vezë. Marrë pak letër, Anila, të fshi pak duart. Vezët o vital, një ku i kemi.
Shumë mirë. Ndërkohë atë tavën të nxjerr apo? Tavën? Ja të bëjmë këtë gati një, ta lëm edhe pak. Gjithsesi nuk është se do jetë e përfunduar, po... Jo, okej. Prandaj thashë, si 1 minutë, si 2 minuta më shumë që do ta lëm tavën, nuk është se do... I trazojmë bashkë, nuk e bëjmë veç të verdhën, veç të bardhën, që t'i krijojmë shkum. Nuk ka nevojë për shkum kjo lloj recet. Kjo i hedhim të dyja bashkë. Edhim, limoni është ajo që e pjekë vezën. Një majs krip dua Anila këtu, ma hit lutem, hidhe një këshu një majs krip, sepse edhe limoni, edhe kripa e pjekë vezën, edhe i heqë erën vezës. Kani po e nxjerr, sepse 1 minutë kohë kemi, nuk është të ndryshojë ndonjë gjë. Afrojmë edhe këtë këtu. E ka marrë tërësisht pamjen e një tave të pjekur, ndoshta do të duhet të qëndronte edhe pakës. Megjithatë, sa e mirë, sa të mirë ka aromën. Ose unë kam shumë shef këto erëzat e freskëta, koperin. Jo, faktikisht të jep një aromë të mirë ajo Anila. Shumë shef edhe recetat me kopër më pëlqejnë. I rafin shumë, do me thënë të përzihen mirë vezët. Do të marrim një lugë tani dhe do të hedhim lëngje nga për të rregulluar temperaturën. Okej. S'ka problem, neve do ta nxjerrim edhe kapakun edhe asaj, do ta tregojmë të përfunduar. Nuk ka rëndësi që sa shumë nuk prish punë edhe pse. Vetëm me kujdes duart, sepse ajo është duke vluar tani. Kisha marrë lugën tjetër. Skati. Mere këta nëse të duhet. Edhe tjetra duhet, do me thënë që duhet ullur temperatura dhe nuk duhet kjo temperaturë e lartë për të bërë, do me thënë këtë. Për të zjerë, për të gatuar. Nuk duhet të dali. Ja, shikon që ne nuk kemi lëngje shumë, po dhe smeret me të, do të marrë me lugë. Ja. Lugë e vajtë është, okej. Lugën e vajtë. E këtë nxehtë atë, kështu që do ishte mirë të mbaje me pecet. Pra kjo bëhet për të balancuar temperaturën, veza të mos prihet. Gjë që e bëjmë sa herë që gatuajmë me vezë edhe me limon ose me vezë edhe me kos, pra është ai procesi për ta rregulluar temperaturën e vezës. Ka të jemi në fund fare, thjesht do të shtojmë. Ja, thjesht dua ta tregojmë Anila se është e rëndësishme shumë edhe kjo pjesë. Po. Nuk e hedh lug atje se pritet veza, duhet ta hedhim në një enë tjetër. Kur e kemi në tenxhere dhe kemi atë pjesën e që kemi mundësin që ta hedhim me këtë, e hedhim. Tani ne nuk ka shumë. Tani, ja kjo. Duhet hedhur në këtë mënyrë, që mos të pritet. Dhe këtë e shtojmë? Dhe këtë e shtojmë tek pjesa. Tani nuk e di të shtojmë, apo... Jo, ne tani duhet të themi miru pafshim, sepse nuk kemi më kohë. Nëse është momenti për ta shtuar, po. Nuk është momenti dhe mos t'i prishim, do me thënë ta shkatrojmë recetën, neve këtu në studio, pra si që shikoni në momentin që janë bërë gati, mbas 35 minutave e shikoni, rifni vezët ashtu se si neve i pregatitëm me limon, shtoni lëngun dhe regloni temperaturën dhe ja hidhni duke e fikur më temperaturën e sobës, e tudni në këtë mënyrë në momentin që hidhni vezët dhe e lëni të qetësohet dhe sigurisht dhe pastaj do të jenë gati. Shumë mirë. Ne treguam si bëhet, kështu që le t'i lëmë ja prako të gatuhen siç duhet, do t'i provojmë pak në vonë të na shijojnë. Tani ta ofrojmë dhe këtë këtu dhe këtë këtu. Ka të uroj një fundjavë të mbar edhe të falenderoj për recetat të lumshin duart. Kënaqësi, mendoj që edhe këto receta pse jo të zënë vend natyrizat familjare, faktikisht janë receta të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme. Mund të them dhe ekonomike, sepse nuk është se kemi ndonjë gjë të madhe, janë ato të cilat kemi mundësi t'i përgatisim në familjet tona. Ju uroj dhe unë nga ana ime të kalofshi një fundjavë të bukur, mos hezitoni t'i përgatisni, edhe miru ta kofshim të hënën këtu bashkë me Anilën. Të lumshin duart, Kati. Shihemi të hënën, faleminderit, fundjavë të mbar. Gjithashtu. Shkojmë në publicitet tani.